Një aksident I rëndë është shënuar mesnatën e sotme në ujërat ndërkombëtar. Një tragedë me pasagerë është përplasur me një anije tregtare, duke shkaktuar mbytjen e kësaj të fundit. Tragedi I linjës Durrës-Bari është përplasur me anijen tregtare turke Reina 1, e cila kishte një ekuipazh prej 10 personash. Anija tregtare është mbytur menjëherë pas përplasjes. Sipas informacioneve, 2 marinarë të anijes turke kanë arritur të shpëtonin, ndërsa është gjetur trupi I pajet I një marinari tjetër. 2 marinarët e mbijetuar janë Ahmet Sejçid, 51 vjeç dhe Ahmet Bahu, 38 vjeç, ndërsa një kufome e një marinari tjetër është në port. Janë identifikuar nga Guardia di Financia edhe 2 kufoma të tjera, por si pasojë e dallgëve të mëdha ata nuk janë nxjerrë ende nga deti, sa kaq vijojnë ende operacionet e kërkim shpëtimit për 5 pjesëtarët e tjerë të ekuipazhit. Që në orën 2 të natës unë kam pasur të gatshme, domethënë komplet infrastrukturën, qoftë atë të pritjes, sepse domethënë kur ndodhin raste të tilla neve domethënë duam që të kemi sa më pak humbje jetësh ose sa më pak njerëz të lënduar, por ne ishim përgatitur për çdo rast të emergjencë. Pra Spitali I Durrësit ishte qoftë I gjithë stafi mjekësor dhe të gjitha sallat ishin vënë në gatishmëri për të pritur në një numër më të madh njerëzish. Gjithashtu unë do të them roja bregdetare, policia kufitare me gjithë mjetet e tyre janë në vendin e ngjarjes. Ne jemi prezent me forcat tona, aktualisht po kërkohet ndet për të mbijetuar dhe njëkohësisht po merren masa për bashkë me autoritetet tjera për kërkimin e zonës përreth dhe për të dhënë ndihmën e parë nëse do ketë personat të cilët I kanë mbijetuar. E përgjithshme shërelitivisht e mirë, më tepër duket një shok psikologjik, ndërsa mas ekzaminimit që stafi mjekësor I kreu sapo arritën në spital, të gjithë parametrat janë brenda normës. Të nuk praktikohen rrezik për jetën, por janë të shokuar nga ana psikologjike. Ka filluar një operacion masiv kërkim shpëtimi me pjesëmarrjen e anijes Iliria, si dhe 4 motovedetave, 2 të rojës bregdetare dhe një e Guardia di Financës dhe një e policisë kufitare. Në mëngjes do të fillojë dhe operacioni kërkim shpëtimit me helikopter. Mësohet se tragedi me 300 pasagerë në bord nuk është dëmtuar dhe ka qëndruar në vend ngjarje për të dhënë ndihmën paraprake. Ushtria, policia dhe Spitali I Durrësit janë vënë në gatishmëri. Gjithashtu është ngritur shtabi I emergjencës, I cili drejtohet nga prefekti Genci Alizoti.